Dhe lutja nuk do ishte o Zot, unë jam i fort, po më ndihmo ta përballoj. Lutja do ishte Zot, unë nuk jam i fort, por ti e ke lejuar dhe po bën diçka që ndoshta edhe nuk e kuptoj. Besimi nuk është gjithmonë të kuptuar çdo situatë. Kështu që Zot nuk e kuptoj, por unë kuptoj mjaftueshëm që Zoti është në kontroll. Zoti lejon situata për arsye të ndryshme, lejon situata për të përmbushur planin e tij për gjithë botën dhe unë mund t'i kërkoj atij forcë për ta përballuar situatën. Kështu që një marrëdhënie e ngushtë me Zotin që shpreh besim edhe gatishmëri për ta ndjekur edhe mungesë dorëzimi për të hequr dorë nga perëndia dhe nga shpresa që sjell Krishti. Përshëndetje, mirë se erdhët në Albania Digital Connection, podcasti ku ndalojmë, reflektojmë dhe kërkojmë ta shohim realitetin përmes lentes së vërtetës. Unë jam Basi dhe bashkë me Afrimin ftojmë të bashkojmë një hapësirë të qetë, sinqertë dhe reale, ku do flasim e diskutojmë për tema që na prekin, na sfidojnë dhe na formsojnë ne si persona, na formsojnë karakterin, patjetër që na formsojnë edhe bindjet për besimin. Kori të mbun lindi më 15 prill 1892 në një qytet në veri të Hollandës, në një familje të krishterë të devotshme. Baba i saj ishte orëndreqës dhe njihej për ndihmën dhe mikpritjen që u jepte të tjerëve. Shtëpia e familjes së saj ishte një vend ku njerëzit në nevojë gjenin ngrohtësi dhe mbështetje. Kori u ri duke mësuar rëndësinë e besimit të palëkundur dhe shërbimit ndaj të tjerëve. Ajo ndoqi profesionin e babait të saj dhe u bë gruaja e parë licencuar si orëndreqëse në Hollandë, duke treguar aftësi, pavarësi dhe përkushtim. Para luftës së dytë botërore, Kori ishte shumë aktive në shërbimin e krishterë, duke drejtuar grupe studimi biblik për vajza të reja dhe duke organizuar aktivitete sociale për të rinj. Këto vite e formuan si udhëheqëse natyrore dhe e bën që të ishte e gatshme të ndihmonte dhe frymëzonte të tjerët. Kur në vitin 1940 Gjermania pushtoi Hollandën, Kori dhe familja e saj u përfshin në veprime të guximshme për të shpëtuar hebrejnë të përndjekur. Ata ndërtuan një dhomë sekrete në shtëpi ku njerëzit mund të fshiheshin gjatë kontrolleve naziste. Shumë jetë u shpëtuan, por rreziku ishte i madh. Në vitin 1944 familja u trahtua dhe nazistët mbastisën shtëpinë e tyre. Babai i saj vdiq në burg, ndërsa Kori dhe motra e saj u deportuan në kampin e përqendrimit. Në kushtet e rënda të kampit, ato qëndruan të palëkundura në besim, lexonin fshehura si Biblën dhe inkurajonin gratë e tjera të mbijetonin. Motra e saj vdiq në kamp, por Kori u lirua pak kohë më pas për shkak të një gabimi administrativ. Pas luftës, Kori filloi të udhëtonte në mbar botën për të treguar historinë e saj dhe për të predikuar mesazhin e faljes. Një nga momentet më të fuqishme dhe të paharueshme ishte kur një ishroje nazist nga kampi ku ajo kishte qenë e burgosur erdhi dhe kërkoi falje. Kori ndjeu fillimisht zemërim, por më pas, duke u mbështetur në besimin e saj, zgjati dorën dhe e fali. Ky akt i faljes u bë simbol i fuqisë së dashurisë, pajtimit dhe hirit të Perëndisë. Historia e jetës së saj u bë e njohur përmes librit The Hiding Place, që tregon guximin e familjes së saj, rezistencën ndaj nazistëve, përvojën në kampin e përqendrimit dhe fuqinë e besimit. Libri u bë burim frymëzimi për miliona njerëz në mbar botën. Kori vdiq në 15 prill 1983 në ditëlindjen e saj të 91, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme, një dëshmi se besimi, shërbimi për të tjerë dhe aftësia për të falur mund të ndryshojë botën. Ti besoj ke dëgjuar për historinë e Korit? Në episodet e para kemi trajtuar historitë të disa burrave që kanë lënë gjurmë në historinë e kishtrimit, po kemi edhe gra. Patjetër. Po, e kam dëgjuar historinë edhe siç e lexove për shumë arsye është e njohur një nga autorët që citohet shpesh kur flitet për faljen është pikërisht ajo, edhe jeta e saj është interesante, po. Edhe ja vlen që ne të flasim pak për faljen në një kontekst si joni që e kemi vështirë të falim kështu praktikisht, se teorikisht mund të falim shumë, po praktikisht ndohet që jemi mirë, pse? Mua s'm duket edhe. Por nuk e din, mbase kam gabim, mbase edhe jemi mirë. Ja, ta diskutojmë, ta shohim si del. Okej. Tani nga historia e jetës së Korit, ne shohim që Kori rrezikoi jetën e saj për të shpëtuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore. Sot, në situata më të zakonshme, si mund të shfaqim guxim moral për të mbrojtur të tjerët kur shohim padrejtësi ose kur dikush është në nevojë. Pra, Kori jetoi në një kohë tjetër,
por edhe sot ka njerëz në nevojë. Ndoshta ne nuk jetojmë në një kohë lufte si atëherë, por ka njerëz që kanë nevojë për ne, për ndihmën tonë, për të qëndruar. Po, patjetër. Jam i gëzuar që nuk jemi në situata të vështira. Megjithatë, të tregosh atë lloj karakteri dhe atë lloj ndikimi kërkon bindje të forta, pavarësisht nga situata, në fakt kërkon bindje të forta. Me fjalë tjera, Kori do të kishte treguar të njëjtën zell dhe të njëjtin përkushtim, ndoshta edhe më shumë në situata më të lehta. Kështu që ndoshta nuk ka as shumë rëndësi ambienti dhe vështirësia e ambientit, megjithëse kuptohet lufta dhe konteksti i luftës është shumë më tragjik se sa situata normale, por ajo që dua të theksoj është të shohësh padrejtësi, të cilat ekzistojnë dhe të reagosh, varet shumë nga bindje, nga karakteri dhe nga mënyra se si e shikon botën, kështu që në këtë aspekt do të na duheshin të njëjtat bindje që ka ajo për të folur për situata të ngjashme. Ose për të folur për padrejtësi, që nuk janë situata të ngjashme, po prapë padrejtësi janë. Po, padrejtësia vazhdon të jetë shumë Patjetër. Prezente, domethënë, kudo. Jo vetëm atëherë në kohën e luftës, po edhe tani. Po. Edhe besoj që është një gjë që ne do të ndeshemi në çdo lloj kohe që do jetojmë. Patjetër. Edhe për t'ju tash ndoshta është përgjigje e gjatë, në kuptimin do të flasim gjatë për këtë, por ajo që është e dukshme në historinë e saj është ajo ka ca bindje biblike, të cilat e nxisin të mbajë ato lloj qëndrimi. Dhe duket qartë që edhe pas luftës nuk është shumë e thjeshtë nga ana emocionale, por ajo që bën diferencën është bindjet që ka nga ana biblike në mënyrën se si e shikon botën, edhe mendoj nëse kemi bindje të ngjashme, atëherë kjo mund të na ndihmojë së pari të dallojmë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e padrejtë, dhe pastaj nëse i besojmë Zotit të mund të kemi guximin për të folur edhe për gjërat që janë të drejta. Vështirësia besoj është në çdo rast kur duhet të flas për një padrejtësi të kushton diçka, nuk flitet kështu si për sport, për qef. Nëse vëre një padrejtësi, qoftë ndaj teje ose ndaj dikujt tjetër, do flasësh, është shumë e dukshme që do të kushtojë diçka. Dhe vetmja mënyrë për ta përballuar koston është nëse i beson një Zoti i cili në fund do ta vendosë drejtësinë vet, dhe ne nuk kemi nevojë ta vendosim. Mendoj që ky është burimi i fuqisë që ka ajo për të falur njerëz që është shumë vështirë për të falur. Por mendoj duke u mbështetur në kontekstin biblik, ajo ja lë drejtësinë Perëndis dhe pastaj mund të jesh në gjendje të reagosh në mënyrë duhur dhe gjithashtu të mund të marrësh guxim për të folur edhe për ta vënë në dukje. Ti e përmend edhe në fillim që Kori është e njohur më shumë për faljen, domethënë në komunitetin e krishterë apo në përbisedat tona me miq të krishterë, ne i referohemi gjithmonë Korit kur vjen puna tek falja. Kështu që edhe në historinë që unë lexova, një nga momentet më të fuqishme në jetën e saj ishte kur ajo fali një ish roje nazist. Si mund të praktikojmë faljen ne në marrëdhënie personale, profesionale apo dhe komunitet? Se ne jemi të rrethuar nga njerëz, qoftë në punë, qoftë në shtëpi. Po, edhe siç e tham, Vasi, edhe në fakt edhe në bisedat e tjera, jemi duke trajtuar tema të vështira që kërkojnë shumë këndvështrime nga të gjitha aspektet, edhe nuk janë shumë të lehta për t'u adresuar. Kështu që edhe falja nuk është temë e lehtë. Besoj po përpiqemi thjesht të japim një përmbledhje mjaftueshëm sa për të hapur diskutim. Por mendoj që ca aspekte janë të rëndësishme për të theksuar. Së pari, është interesant fakt edhe nga historia që tregon ajo. Ajo tregon një betejë shumë të fortë emocionale me veten. Kështu që ndryshe nga ç'duket ndonjëherë, të krishterët janë gati të falin ose ka thënë Jezusi ktheni faqen tjetër. Në fakt, po ti shikosh këto pasazhet me shumë imtësi, nuk bëhet fjalë për një përjetim emocional. Edhe ajo vetë kur përshkruan histori, në fakt përjetimi emocional është shumë i fortë kundër, sepse Zoti nuk na ka krijuar të falësh, nuk do të thotë që ti s'ke emocione, ose nuk do të thotë që ti e menjanon padrejtësinë, ose bën sikur nuk e shikon, ose bën sikur e ke harruar. Të jesh në një kamp përqendrimi edhe të shikosh dikë që abuzon me familjen tënde, edhe të vret, edhe të shkatron, edhe nuk sido që të jetë puna, falja nuk do ishte një përjetim emocional ku ti bën sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Jam shumë i gëzuar që takova, ti e vrasë në familjes time, nuk ka problem fare. Ajo nuk e thot këtë në fakt. Kështu që gjëja e parë për faljen nuk është një përjetim emocional. Edhe konteksti biblik e bën shumë të qartë.
është një lloj reagimi që ja lë punën ose ndikimin ja lë Zotit në dorë dhe ti nuk përfshihesh në atë situatë. Është një mënyrë për të distancuar, jo për të distancuar, është një mënyrë për të reaguar në një situate ku ti nuk merr në dorë vetë të vendosësh drejtësinë. Ti ke besim që Zoti Perëndia do të kujdeset për të vendosur në vend drejtësinë dhe ti vetë do të bësh atë që Zoti ka bërë në lidhje me ne, në lidhje me mua. Meqenëse unë, siç thot konteksti biblik, unë jam armik i Perëndis dhe Perëndia vendoset të më fal kur unë isha ende armik i Perëndis, ai na thret që ne të bëjmë të njëjtën gjë, që të mund të jetojmë me armiqtë tanë në një mënyrë që e tregon dashurinë e Perëndis edhe ndikimin e Perëndis. Kështu që të kemi këtë lloj qëndrimi në rrethanat ku jemi dhe në ambientin tonë, së pari duhet kemi një bindje të fortë biblike, që Perëndia është Perëndia e universit dhe kushdo që na ka bërë keq, do t'i jap llogari së pari, do t'i jap llogari Perëndis. Edhe Perëndia vetë nuk bën sikur ka harruar ose nuk bën sikur s'ka ndodhur asnjë. Në fakt ai do të na gjykojë për veprimet tona. Kështu që hapi i parë është të mund të kemi një pikpamje biblike dhe të mos ushtrojmë ne drejtësinë ndaj një personi që na ka bërë keq, por t'ja lëmë Zotit në dorë. Dhe gjithashtu të mund të jetojmë në përputhje me imazhin e Perëndis në ne, me që sa i na ka falur, ne duhet të falim të tjerët. Nuk është një proces emocional, nuk është që ti nuk ndjen asgjë ndaj dikujt që të ka bërë keq, por është një lloj qëndrimi që ti nuk do t'i shkaktosh personit të keqen, ose nuk do punosh për të keqen e personit, ose nuk do të reagosh në përputhje me reagimet e tyre. Nëse kemi këtë pikpamje edhe nëse jemi ndjekës të Jezusit dhe kemi këto bindje të forta, mendoj që mund t'ja dalim që t'i falim njerëzit që kanë bërë gjëra ndaj nesh që nuk janë fort të mirë dhe të shëndetshme. Po edhe në fakt, ndoshta edhe nga diskutimet tjera ne kemi diskutuar pas herë që falja është edhe një lloj benefiti personal në kuptimin që sepse duket sikur e heq atë barrën që ke ose atë ku diun mllefin, zemrimin, inatin që ke ndaj personit që të ka shkaktuar diçka, duket sikur e heq nga supet e tua edhe duke i besu Zotit që Zoti do vendosë drejtësi, por edhe duke u përpjekur ta jetosh jetën të jetosh i lirë nga kjo lloj gjëje. Patjetër që ja vlen me theksu që ka përfitime për ne. Zoti nuk na ka kërkuar pa qëllim që të mund t'i lëmë atij në dorë vendosjen e drejtësisë dhe ne të tërhiqemi prej kësaj. Dhe një nga qëllimet dhe një nga përfitimet është pikërisht kjo që the. Është kostë shumë e lartë të kushtosh jetën një gjëje që tash më ka kaluar, gjitha energjitë e tua, emocionet e tua për diçka që ka kaluar, sepse nëse i kushtojmë energji do të thotë që nuk jemi gati të ecim përpara dhe të bëjmë atë që Zoti na ka kërkuar të bëjmë. Kështu që të gjithë ata që e kanë përjetuar e shprehin që është një lloj çlirimi personal që vërtet të bën të lirë dhe nuk të mban rob të një situate që ka ndodhur në të shkuarën. Edhe që s'ke mundësi dhe për ta ndryshuar më. Patjetër. Një gjë tjetër që mua më bëri përshtypje kur po lexoja historinë e jetës së Korit ishte ndikimi që ajo kishte. Kudo që Kori ishte, qoftë që në fillimet e saj, pastaj kur familja e saj mori përkushtimin për të qëndruar, për të mbrojtur hebrejtë edhe në vazhdim. Por një gjë më ngacmoi kur thoshte që ajo filloi duke ndihmuar fëmijët dhe të rinj në komunitetin e saj, gjë që pati ndikim në shumë jetë, në jetët e njerëzve të rinjve që ishin rreth e rrotull. Si mund të përdorim aftësitë dhe mundësitë tona të përditshme për të ndihmuar të tjerë dhe për të bërë një ndryshim pozitiv sot në realitetin ku ne jeton. Pra Kori nuk jeton më, po ndikimi i saj vazhdon. Si mund të jemi dhe ne të ndjekim gjurmët e saj edhe të përpiqemi që të përdorim dhuntit, aftësitë, mundësitë që kemi për ndikuar pozitivisht. Duke u nisur pak nga eksperienca ime në komunitetin e krishterë në Shqipëri prej vitesh tani, e kam vënë re në fakt ndoshta pas gati 20 vitesh si ndjekës i Jezusit, që kjo rryma, ka një rrymë mes nesh që na kërkon që të bëjmë gjëra të mëdha. Edhe normale, kemi shembuj të njerëzve që kanë bërë gjëra të mëdha. Jezusin patjetër, apostujt, ungjilltar të mëdhenj, Billy Graham, edhe me të drejtë i lavdërojmë për gjërat që Zoti ka bërë në jetën e tyre. Kështu që jam brumosur
sidomos në fillimet me këtë ide që në fakt Zoti na ka thirrur ne për të bërë gjëra të mëdha. Vitet e fundit jam kthjelluar në fakt që po të lexosh Biblën me kujdes, kjo nuk është krejtësisht e vërtetë. E vërteta është që disa prej nesh Zoti do t'i thrasë për ndikim të dukshëm edhe të këtij niveli që do të bëhet të njohur në gjithë botën ose në një komunitet të madh. Por po të lexosh tekstin biblik, është shumë e dukshme, për shembull tek letra Efesianëve thot, Zoti i ka dhënë dhunti dhe aftësi gjithë secilit për t'i ushtruar në shërbim të besimtarëve të tjerë, në shërbim të kishës, në shërbim të komunitetit. Dhe teksti është shumë i qartë, të gjithëve ju ka dhënë këto aftësi. Dhe pritja nga teksti dhe nga konteksti biblik më i gjerë, pritja është që ato dhunti, ato aftësi që Zoti t'i ka dhënë, ti do t'i përdorësh për t'i shërbyer të tjerëve në komunitetin tënd. Dhe aty nuk ka dallim mes punëve të mëdha dhe punëve të vogla. Për shembull, të kujdesesh për fëmijët te kisha, nuk është punë e vogël, ndonjëherë duket punë e vogël sepse ka gjëra më të mëdha, më të dukshme. Të rregullosh sallën diku, nuk është punë e vogël, të shkosh çdo javë për të ndihmuar ambientin e kishës, për të pastruar ambientin ku jetojmë, për t'i thënë një fjalë të mirë dikujt, disa kanë mundësinë e inkurajimit. Ndonjëherë duket sikur s'ka ndikim fare, por unë e di, mbaj mend biseda me njerëz të ndryshëm që kanë vënë diçka të ne, edhe ndoshta si kemi takuar që atëherë, por kanë thënë një fjali që akoma e mbaj mend, sepse na ka inkurajuar, na ka nxitur. Kështu që mendoj aftësia e saj për të ndikuar, në fakt nga konteksti biblik vjen pikërisht prej kësaj nxitje, të bësh atë që Zoti të ka dhënë aftësinë për ta bërë. Dhe nuk ka gjëra të vogla në mbretërinë e Perëndisë. Edhe e shikoj më mbrapa që një njeri që ka bërë gjëra të vogla në mënyrë të vazhdueshme për një kohë të gjatë, në fakt ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm. Po dhe ne fillojmë nga gjëra të vogla, se Kori kur ishte e re, adoleshente ose ka punuar me fëmijët ose edhe më vonë. Kështu që ka filluar me gjëra të vogla dhe Zoti duke qenë siç edhe Bibla thotë, nëse ti je besnik në gjëra të vogla, Zoti do besoj gjëra më të mëdha. Por këtu më shumë del në pa qëndrimi i zemrës së saj për të shërbyer, dhe Kori nuk është që paktën nga historia nuk shohim që ai ishte selektive dhe zgjidhte do bëj këtë se kjo do ketë më shumë ndikim apo diçka tjetër. Ajo e kishte zemrën për të shërbyer komunitetit edhe i vendosi dhuntit e saj në shërbim të komunitetit. Fiks, disa prej njerëzve të cilët janë të njohur, në fakt nuk e kanë filluar me këtë, të janë të njohur në kuptimin edhe për shërbimin e tyre normale, nuk e kanë filluar me këtë mendësi, nuk e kanë filluar me idenë që unë do bëj një shërbim të vogël se unë do bëhem i famshëm më mbrapa. Në fakt, kjo është e kundërta e qëndrimit biblik, edhe nuk besoj që Zoti do t'i bekonte kaq shumë nëse kishin këtë mendësi. Të gjithë, edhe emrat e njohur, po edhe të tjerët kanë filluar me idenë, ne do bëjmë atë që na ka thirrur Zoti, dhe nëse Zoti, siç e përmendin, nëse je besnik në gjëra të vogla dhe ai ka plane për ty për të përdorur më shumë, patjetër. Por kjo nuk do të ishte qëllimi në vetvete. Të paktën nga konteksti biblik nuk është qëllimi në vetvete. Dhe nëse i hyn shërbimin me këtë mendësi, do bëj gjëra të vogla që të më dalloj dikush edhe pastaj do, në fakt është pak a shumë një zemër krenare e cila nga konteksti biblik Zoti thotë nuk i kam shumë qejf krenarët, kështu që nuk mund ta fillosh me atë. E vetmja mënyrë është të bëjmë atë që na ka thirrur Zoti me besnikëri, pavarësisht nëse bota mendon që është gjë e vogël apo gjë e madhe. Nëse ka ndikuar njerëzit, edhe Zoti na e ka dhënë për zemër, është gjë e madhe. Po ne e gjykojmë gjithmonë nga këndvështrimi jon njerëzor, por për Zotin ne nuk e dimë. Ne jemi ata që ndajmë gjëra të vogla, gjëra të mëdha. Por për Zotin besoj ndikimi është i rëndësishëm në çdo lloj konteksti, sa ai do që të ndikohet çdo lloj komuniteti, çdo lloj grupi, qoftë fëmijë, qoftë adoleshent. Tani Kori duke që ka pasur një jetë shumë të vështirë, që fillojmë që nga koha e luftës, kampet e përqendrimit, edhe jeta pas kampeve nuk ka qenë lehtë për të. Por gjatë gjithë jetës saj, ajo duket që ishte një grua që asnjëherë nuk e humbi shpresën, pavarësisht vështirësive, dhe u përpoqi të mbahej fort në Zotin. Edhe në kampet e përqendrimit, Kori mbajti shpresë dhe besim. Unë nuk e di nëse ti afrim ke lexuar, por eksperiencat e njerëzve në kampet e përqendrimit duken të tmerrshme, jo njerëzore. Kështu që ajo nuk u thye edhe në atë kohë. Tani, si mund të gjem forcë dhe qëndresë përballë sfidave të jetës së përditshme, duke u frymëzuar nga shembulli i saj, në realitetin, ne gjithmonë i referohemi realitetit tonë. Pra,
Ne nuk I krahasojmë dot realitetin me këmbët e përqendrimit, por Po. E drejtë, sepse nuk e kemi përjetuar, por e dallojmë që është mjaftueshëm e rënd. Në fakt nuk e di nëse do kishte njëri që do thoshte s'ka problem, unë jam aq I fortë sa po të më vendosesh në atë kontekst unë mund ta përballoj. Nuk funksionon kështu. I vetmi shpjegim, në fakt kam një kur po mendoja pak edhe për historinë e saj, kam një paralele me ca miq tanë që jetojnë në Ukrainë tani. Edhe kemi komunikuar her pas here, kemi folur, sepse për mua një nga aspektet e përgjigjes për këtë pyetje është si ja bëjnë njerëzit sot që janë të ngjashëm me ne dhe janë në një situatë që është shumë më tepër e frikshme, e rrezikshme, me zhurmë, me bomba, me lufte, me të afërm që mund të vdesin, vetë mund të vdesësh. E vetmi shpjegim që kam është, në fakt nuk është as aftësia për të pasur ca përgjigje. Nuk arsyetohet situata, nuk mund të thush unë do rri I fortë, do të qëndroj. I vetmi shpjegim është që kuptoj unë është Zoti ka një plan për ne, edhe në përputhje me situatat, nëse jemi gati për ta ndjekur me besnikëri, ai do të na jap forcë për të përballuar këto situata. E në këtë sens, kërkesa dhe nevoja për ne është të lutemi Zotit dhe të kërkojmë forcë për cilën do lloj situate. Dhe lutja nuk do ishte o Zot, unë jam I fortë, po më ndihmo ta përballoj, lutja do ishte Zot, unë nuk jam I fortë, por ti e ke lejuar dhe po bën diçka që ndoshta edhe nuk e kuptoj. Besimi nuk është gjithmonë të kuptuar të çdo situate, kështu që Zot nuk e kuptoj, por unë kuptoj mjaftueshëm që Zoti është në kontroll, Zoti lejon situata për arsye të ndryshme, lejon situata për të përmbushur planin e tij për gjithë botën, dhe unë mund t'i kërkoj atij forcë për ta përballuar situatën. Kështu që një marrëdhënie e ngushtë me Zotin që shpreh besim edhe gatishmëri për ta ndjekur, edhe mungesë dorëzimi për të hequr dorë nga Perëndia dhe nga shpresa që sjell ai, mund ta bëj të mundur. Le të vazhdojmë të lutemi që do kemi luftë rreth rrotull, edhe këto lufta që kanë nisur, shpresoj të ketë paqe, se nuk është e lehtë. Por edhe në paqe kjo do ishte zgjidhja, në fakt, e vetmja zgjidhje është të kërkosh të mbështetesh tek ai dhe ti besosh atij për jetën tënde në mes të vështirësive. Përndryshe nuk e përballon dot atë situatë, edhe dukshëm në jetën e saj, këndvështrimi dhe lidhja e ngushtë që kishte me Jezusin e ka bërë të mundur që të përballojë ato që ka përballuar. Pra edhe para shumë që edhe në realitetin ku ne jetojmë, ne kemi plot njerëz që kalojnë përmes sfidave. Ndoshta sfida që ne I dim apo dhe nuk I dim, se jo gjithë njerëz zgjedhin të shohin, por thjesht që doja që njerëz që do ta dëgjonin podcastin ton të inkurajoheshin që me Zotin ka gjithmonë zgjidhje. Edhe për Zotin na zgjedhës është e pamundur, nëse ne zgjedhim të qëndrojmë edhe të mbahemi fort në Zotin. Mirë, Afrim, faleminderit për komentet edhe këndvështrimin tënd për jetën e Korit. Shumë interesante jeta saj. Edhe aq më tepër për faljen. Tani do ta shohim nga unë do doja që ndjekësit, ata që do të dëgjojnë të na japin ndonjë feedback, si e perceptojnë atë realitetin, a jemi ne popull që falim apo jo? A kemi të lehtë? Do ishte diskutim me vend, kështu që vërtet do kishim interes të dëgjojmë si mendojnë. Unë bëra shaka në fillim, nuk duket sikur kemi pikën tonë të fortë, sepse përderisa kemi ka shumë konflikte të vogla dhe për gjëra të vogla të mëdha edhe për ditë sulmojmë njëri tjetrin, duket sikur falja mungon. Por gati të dëgjojmë edhe nga tjerët, ndoshta kemi gabim. Po unë shpresoj që ta kemi gabim fakt, por nëse juve që dëgjoni podcastin, do keni një koment, do keni një pyetje, do keni ndonjë interes për ndonjë diskutim lidhje me temën e faljes, jeni të mirëpritur edhe ne jemi gati për të folur më shumë rreth kësaj gjëje. Faleminderit që I dëgjoni dhe I shikoni podcastet tona. Shpresojmë si gjithmonë që të inkurajoni, mësoni gjëra të reja. Do shihem përsëri herën tjetër me një temë tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.